që tash jena goti. Robi plaket kur do ven. Robi plaket kur do ven. Robi plaket kur do ven. Bravo Bendi, bravo. Robi plaket kur do vet edhe këtë djele në Klan Kosova. Po çfarë musafire e kena sonte? Lidhje s'keni ju. Kush është? Matera Versace. Pitali se kena dikona? Babuka! Morë energji se zokonje në kalume. Pse pojnë të qka qëtu italian, të qka beb, adhin në tankon. Ej, mirë mroma edhe këtë djele. Qa bune për Bajram i sënë tjonë, ku ke? Në shpe. Në shpe? Qa ashtë të do të mas mitë në shpe? Se keq shkojnë në Shqipni Ja, se u konë koha e mirë janë shku në Shqipni shumica. Unë e për Bajram ku më gjëru. E konë dhe ti? Unë a di dhe më gjëroj. Unë në baklavë. Pas kanë zonë shërbeti baklavës, profesori i muzikës Selim Ballata. E përshëndesim Patrisë dhe ti ki pos profesor edhe ti ki posa? Sa veti ki, besim? Edhe Poli e ka pos profesor. Se dike njona në klas tem nuk e dike përgjigjen. Ku shkojmë nga nota la, prej as, ku shkojmë? Ajo, tu bozhurë me një shoqe edhe se kish pas ngu. Ha? Vajza? Vajza? I Gjakovës, pas asirim. E pas ka, se u konë, javën e kalume u konë Bajram. E pas kanë zonë shërbeti baklavës. E pas kanë zonë shërbeti që kërkasje. A tjetëri, ma pas kanë vekë se ti, po shkon karika mrapa. Qërtë zona, vine që... A të thëm vish një vetë se kam sot. Një, vish një? Vesh një, ama shumë i fort. Hajde. S'po du me ngus as Drenicën, as Gjakovën, po. 2 Gjakovar! 2 Gjakovar, qëre bre edhe këto ma ka qu. Besiani, do më thonë, montazheri, a i thojnë montazher? Gjakovar, ashtë? Gjakovar, zherka. Kry. Besiani, montazheri i këti emisioni, do më thonë që e bën montazhen, halal i koft, kur se këm përshëndet, po këm qef me përshëndet edhe djema ka njësë qëtë vetës. Do më thonë, Gjakovarët jënë të vetë me që mi qojnë vetë vicat se vetë i bojnë edhe nuk preken. Se do përna preken. As Drenica s'na ka prek, s'po du mi përmen kush u prek. Dë një vetë. Komuniteti Rëm u prek, mo kur s'kena mi përmen. A Gjakova, zemrën e onksha, ma ka qu vicin ma të mirë jëmë pëshur të kesh. 2 Gjakovar, po takon me zveti, ama se cili për tyre me e këshim pasë dhe ka një katunar me veti. Shaka? Po, shak. Ta shka qëllu me një anaj punëtora, di shka një këne. Një Gjakovar me një katunar, dhe i tjetëri me një katunar, dhe po vinë, po afron, edhe i s'po folin. Vish për këshyrë një tjetër, a i përlajmë? A i përlajmë kështë, si për para qenë, adin. U dhe me qenë, adin, edhe si ka po a i tjetëri që ka qenë, a i përlajmë kështë, adin. Fort ja keni natin katunarë, pëse? Jo, për me shkanë. Që po më shkën karika mrapa, ma kanë morë të pijen. Të pisonin. Të pisonin. Jo, s'ja kena i natin, po ta shkurbojmë hajgare me vetëm, pëse mësë me bu me tjerë. Veshtë është ti në rikverse. Ajtë, ka dollë. Që ki ke vici, tjetër s'pëdu me kalzu. Këtë studio që përshehni, Anisa se shesi kjo për para, Anena. Këqër Anis? Eshtë fajtor, urban interiori. Kretë ju që keni nevoj për shpite juja e lokalet e zyret e kretë që ka keni me i zbukuru, muni mu lejmru në urban interior. A që kjo është pia fajtore që mu po mjep energji që shtu para se morë në emision, deri sa pi bojmë provat e kongve. Edhe alo, edhe alo. S'nalë, është detë kry. Një pi, dej për vitri qutë. Lynx, provon e pijen ma të re në treg Energy Drink Lynx. Falinderi që jemi neve. E Luxor Hoteli është ajveni ku s'flet 24 orë. A ti mëse? Se pinë Lynx edhe shkojnë. Edhe shkojnë atje. Në blas, sa të kaloni kufinin e Kosovës në hyrjet e Maqedonisë, nonën e djathë. Jep një shmikaz, non të majtis që një nonën këti kerit një nasaj minon që përshkon majtas. Jo, të rëmë Luxor.
Lloj lojna, shtëpie të ndryshme të mira, ushqimi, a për dhoma s'po flasim fantastike, Luxor Hotel. E këqyre këta loshkat sonte na kanë pru. Automita, Patris, për hajrë dhe ty që kështë ble pjagjën. Që këta shkupjan alit, katënar. Edhe këta në semafora, si që në motor, kështë jepi këva gaz. Po nuk ka kështë shumë kështu zhurëm. Së është kubikoshe madhe, hargjimet e vogla, pështim për trafikun e Kosovës, si dhe mos Prishtina. A të bëjme në kërëk, a jemi qëtu, a më pretni. Ja, s'pan se s'kena shumë ko. Pro Automita, Vespa, Aprilia Sport, Piaggio, Patrice ka ble Piaggio. Se u konë me pijama atit kërë shkue, e ka ble. Tash Patrice vjen në emision me motor, edhe këtu me të mitës mi thonë, mas na beni vlo motora mo. Qka s'pas këtë jo? Santiona, dhe me provu pak? Jo, motorin, jo, këto, linksin. Ta shes pak? Ta mam puna motorin. A mentori menë se s'po pret kur të kryu të gjirimi me marrë mja bo një krëg. A ma pa shakarit. Dhe këtë provue. Hej, qa kena tjetër? Po, Vespa pro i lash për kolonat e Prishtinës. Te Automita, loj motorash edhe makinash. Qa kem diçka tjetër? Unë i kryva. Pasën edhe Unë e kry shpejt. E di, mëse kry. Të më pasë. Që? Brën. Pasat në Vebran, produkti që përshkon flak në tregun e higjienës orale. Pasën e dhëmbëve Brën mund të gjeni në 2 opcione. Është extra whitening, për zbardhimin e dhëmbëve, edhe protect and repair, për mbrojtjen e mishave të dhëmbëve, edhe dëmtimin. Pasën e dhëmbëve mundi me gjetë në www.brën. Do me thonë zicër, qka E gjeni edhe në barnatore, në për qendra tregtare, në për kozmetika. Ta, që është në jo? Shumë e mi kjo Kush kanë zicër, jo me mortën ata 2 kila kaladën. Në aeroport, zicërës me logë ata me kësë. E mërë shto me veti. Sa i mirë. E kemi edhe Qigo Klimat. Ata që ma kanë mundu mund në banesën time, do me thonë pompa termike. Nëzemi eftofje me hargjime minimale. Edhe hargjimet i ka minimale, mëse lëni pa marë Qigo Klimin në shtëpi tuaja. Reklamoni në aeroportin e Prishtinës në numrin 049-165-444. Do me thonë krejt bizneset e jashtit, që unë e vequn e saj një, jënë plët, me 400-400 punëtor, biznese shumë të mira, mundi mi reklamun në aeroportin e Prishtinës. 049-165-444. Pa unë bërko, eftojmë musafirin e sontëm, këthemi pas pak. Para se me ftu musafirin, babu ka anku, tha, shumë pak vica të regove sët. Po ka 5 për të regoj gjdo djavë. Qe një, pro? Për pyt, shoqen, a e ki burin gjelëz? A i, as ka straveca se më len mi qëru? Po dhe? A i të shku në kuzhin, që e të po? A e një ka straveca, qka shtë ma? Heka të pëtore? Do asi tërshi që në të veqen ata, po. Me shto! Ku e njës me këta? Ta moraj me veti. Banone më sa! Majmuni jam banone. Edhe, këtë, ku po më shkën qke urse. A besi ma të regoj njët, ama si me gjelëzi. Gruja të e thirë burin. Ku je? Në gjami jam. Ama hoqë në shpak? Kja bu kjo aty 500 veta, a bu hoqë, a bë me gruja, s'pa besen. A ka që si pëthua? Që janë isa po. Please welcome Besa! Welcome Besa! Mirë se u gjeta. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Santiona vajza e me vogël. Gëzohem shumë. Nuk e di pse më duket sikur ke shumë vajza ti, Robert. Shumë, qërëmi këto, veç me mjekre e këto. Ullu, Përshëndetje, lutem. orkestra. Faleminderit që ke pranu me ardhë. Me kënaqësi shumë. A vjen shpesh Besa në Prishtinë?
Kam pas ardhur më shpesh, fatkeqësisht këtë periudhë kam qenë pak me shumë angazhimet shumëta, kam një shoqe shumë të mirë këtu në Prishtinë që e du shumë fort, që është Rozafa Koligji. Me rre paska, e ma mur menja. E përshëndes, aty ku ndodhe, do më thëmë backstage. O, Rozin e kemi shoqe. Rozi është frajeric. Shumë është frajeric. Pas kemë su që t'jallë, frajeric. Po. Me Rozin njifemi edhe ne, edhe me Rozin këmë bisedu mas pari për me arti këtu. Se thash javlen, besa këndon live, edhe kemi bendin këtu, kështu që unë mundohem sa ma shumë me thirë musafir që këndojnë live. Robert, unë nëse më lejon, dua të të përgëzoj shumë, sepse për një arsye që nuk e di, por është zhdukur dhe formati nga ekranet më duket sigur, po zhduket formati i bendit, edhe mua më duket, dhe unë e përjetoj si formën më të bukur të reprezentimit të artit në televizion, edhe nuk ka kuptim për mua një emision pa bendin. Si do mos ju në Tiranë keni pas late night show në dërtë partë, keni pas ju, në Kosovë kanë mungu, po ne jemi që 4 vite dhe jemi shumë mirë, edhe po pëlqehet, kështu që... Ke dhez, Robert, keni dhez. Keni dhez, po. Keni dhez. Fatkeqësisht nuk po ka shumë musafir që po pranojnë me ardhë për shkak bendit. Këta e në fajtu. Hajde, Robert, po vijum çdo javë. Pash zotin. Po vi vesh po knoja, ca këngë po iki. Son dhe kemi musafire, dikoj si keni pa kur besa ke për herë qëto. Të dalë Rozi, në faj s'ka mujtë marë që t'jo besa. Santion, a e ke ndëgjuna erë besën të këndu live? Live jo, edhe është i raport që këm taku, a më kështë të këm një kush, akone kush që nuk e kanë të gjunë. Besa, akon të tuja janë shpesh emocionale, apo nga të regën a janë diçka personale, a ja dedikon a i kuj, apo është dvjen që ashtë? Po, në karierën time, në shumë vite, sigurisht që njeriu përjeton gjërat ndryshme dhe në artistët jemi gjithashtu njerëz që kemi ato rrugtimin ton me ndodhit që na ndodhin, dëshirat e të tjerë dhe përgjithsisht patjetër që ngacmohemi, edhe muzikën që bëjmë ngacmohemi nga realiteti ose nga dëshirat që kemi ose nga mesazhet që na vinë nga përbrenda dhe duam t'i themi. Kështu që besoj që jam e afektuar në muzikën time nga gjithçka që kam parë dhe kam jetuar. Ose që kam dash të jetoj dhe se kam jetuar. Do më thonë tekstit i bën vetë. Jo të gjithave, ka këngë që në pjesën më të madhe të teksteve unë kam bashkëpunuar me tekst shkruesin pa tjetër, si që besoj bëjnë shumë artist, dhe një pjesë të tyre pastaj i kam realizuar edhe vetë. Apo na të regon pak qysh procesin, qysh e bën një këngë, do me thonë, qysh ja fillon? Përgjithsisht, unë Robert, nga që kam bërë piano, kam qenë, do me thonë, ndër vite, e kam filluar pak herët, ka qenë koha atëre që prindit kishin shumë dëshirë me na mbyt, që piano italisht matematik, sa më shumë. Sa më shumë edhe piano ishte në një mënyrë, është shoqja ime më e mirë që aty si me thënë kanë fillu dhe unë gjithmonë e filloj nga melodia. Kështu që në një farë mënyre piano jam më ndihmon disi, por edhe vetë, edhe me bashkëpunëtorë që mund të dëgjoj një instrumentale që më pëlqen, apo një vibe që më pëlqen, ose pa prit mas jam në shtëpi dhe... Po, vjen në shka po. Për pare në bu, mas pare në bu tekstet, po flasë... Njëre një ko. Një po, viteve 70-80, tekstin e ke marë, bas tekstet e kanë bu vine melodike. Shumë që mu së më pëlqen, ma shumë më pëlqen kështu... është interesant se si kanë mujtë, si kanë mujtë, ati sa vështirë është. Do me thonë, tekstin, bas tekstin, po tash bot vija melodike, me që atë melodike, ja ep tekst shkusit, edhe aje bën tekstin. është shumë ma e lehtë edhe ma e mirë. është interesante. Roberto, nuk e di, unë mendoj se kemi nevoj prapë gjithsesi për më shumë krijues. Sepse mendoj që në fushën, të paktën në fushën e teksteve, mendoj se gjithsesi në botën shqiptare ka nevoj edhe për pak më shumë, jo poezi, nuk po mendoj poezi në termin klasika, por diçka, do me thënë, pak më diversitet mesazhesh. Se më duket sikur shpesh herë po bëhen shumë mesazhe, po bëhen të njëjta, të ngjajshme, edhe po kemi shumë mesazhe të ndryshme.
kur flet me najt tekst shkrues ose këta kompozitorët ose producentat, se vëllatin pak shumë thjesht, nuk po dëm publiku shumë filozofi, po. Tha 2 fjalë, po do ato pin bajnë men. Se pin në për këto klubet, edhe 2 fjalë. Tong, shagojen, refreni, ta notën a e morë men. Edhe se këshyrë kanë këtoni, po e këshyrë e femën onër, Që ka pote. Ajo artisti këtu të performu këtë tong, shagojen se e po me simpatia ty. Nese, përveç shoqni kështu që ki me Rozin, a ke edhe me ndonjë koleget, kështu, a ke ndaj koleget që të shkon muhabeti në Kosovë? Tu nga estrada. Në Kosovë kam shumë artist që, dhe me thënë, dhe shumë artist edhe jo vetëm nga fusha e muzikës, që kam ardhënje të mira, që kam bërë edhe bashkëpunime, si Besnikun, Lyrical Sun, artistë të tjerë, Valdrini, që është kryus shumë i mirë, që kemi miqësi të hershme, por jeta në ka ndarë, së fundmi. Do me thënë, ka plot artistë, se s'po mbinë gjithë tani, falë Robert, se kur bëjmë edhe i dhënonë, po, pas e s'qyshtë po, tash s'qyshtë përmene, po. Mahmud Ferati, na, s'ke pas, jo, Mahmud s'ka po. Mahmud s'ka ka përmen besa. Prit pak. Po, pres. Nuk po du me anashkallu me lonë o anash Eurovisionin. Po. Ta mam puna. Më është me kalëzu qëfar ndjenja është me përfaqësu Shqipërinë në Eurovision edhe qka me ndonë për Eurovisionin? Ndjenja është terror. Se? Shtira? Jo, ideja është që sigurisht përgjegjësia është shumë e madhe, edhe ti mendon vetëm që duhet bëj gjithë shka në mënyrën më perfekte që mundem, sidomos para se me dalë në sken. Robert është ajo ndjesia që, do të thënë, një gabim mund të bësh edhe kanë me të bëj ekspulsa. Shumë letë më nëshme dhe i, po të thëmë. Nëse këmë përjetu Eurovisionin, e këmë përjetu festivalin shqiptar, dhe me thonë prej atyt, fitohet veni parë dhe shkot në Eurovision. Të në ata njerëz, bendi i madhë, këto bendi klasik. Skena gjigante. Jo gjigante. Po e ki veç ato, s'ki aty monitoringe, që shemi mësu, na bëjmë muzik live, se kemi problem ka 3-4 orë. Pa aty një gabim, e leti mu në Eurovision. Kështu që... është të meshme. Kurse eksperienca në tërësi është një eksperiencë shumë e bukur, por mendoj se gjdo artist që e përjeton, që mund të vi nga Shqipëria dhe shpresoj edhe shumë nga Kosova së shpejti, sepse mendoj që Kosova shumë shpejt do jetë pjesë e Eurovisionit. Po, është e sigurt, mendoj unë, dhe mendoj që nuk po kanë ndoshta, përjetojnë shumë stres, sepse puna është e madhe që ti duhet bësh, po entouragji, ndihma, dhe me thënë asistenca, nuk është e mjaftueshme për një event aq të madh. Kështu që besoj që të gjithë e përjetojnë me një farë stresi që përpiqen thjesht të bëjnë maksimumin, se dhe koha është shumë e ngushtë për deadline-et, materialet e tjerë, dhe në një farë mënyrë vetëm pasi mbaron, je që fillon shijon ato që ke jetu. Sepse gjatë kohës është e çuditshme, nuk ka shumë kohë që të shijosh momentin, është presioni. E çfarë ndjenjë është me qenë në juri të The Voice? Në fakt ajo ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, ndoshta nga që unë jam shumë e apasionuar pas talenteve të reja. Edhe nuk, do të thënë, edhe atje unë nuk kam qenë një nga këto coaches që shkon një herë një javë dhe ja kështu çdo ditë duke i ndjek, fillova afeksionova, ai shumë sa të ma shante dikush i konkurrenti çka. Sepse i thotë konkurrenti tim ashtu. Si familje të buona. Bësh pak si mami, apo kupton. Është e çuditshme, po është shumë interesant. Tu i thirë ata në mërami. Ku jeni? Ata kena dalë. Qysh keni dalë ora 1 natë i bërtit kjo, po? Shpejt. Ska, bëni regjim, vetëm ujë. Shka qenë tjetër aty? Aty ka qenë Alban Skëndera e Rona Neshliua dhe Rona, sa artiste e mirë. Rona është artiste e mirë. Albani, tek... Edhe ka qenë dhe Zuzi. Edhe Zuzi, okej. Si vjetë kush janë? Si vjetë nuk kama. A është një ndodhë diqka. Jo, The Voice është... Nuk bëhet më The Voice. Kam përshtypjen që kanë bërë një Albania's Got Talent diqka. Që kjo, po është Adelina Ismaili. Adelina, po. Me Ledina Qelo. Ledina edhe Castro Zizo. Edhe një aktor... Më falë se... Nuk e di kur që e falem, po... E falem, po. S'pon kujtot as mu. Okej. Mirë. Mirë ata, mujnë me folë për muzikë. Kanë drejtë. Qka bën besa jashta muzikës? Do me thonë, përveç muzikës, a merresh edhe me diçka tjetër besë?
Po, ndimoj në biznes familjar, që është Abisneti, një kompani interneti në Shqipëri. Okej. E madhe dhe me shumë vite eksperiencë, dhe ndimoj dhe në biznes familjes. Po, se qaj zingjiri që na bëjke pengesa në mikrofon. Nuk është Floririt, beto. Nuk është Florit? Ai për muzikës nuk vlehet, oj, Santiago. Të thonë më kone kësha pasone? Shaka se për një mekon. Do me thonë, biznes familjar. Po. E një këngë, tiki, qka është një këngë diçka shumë ritmike e kitmja, është ma e reja, apo... Po, është, në fakt më e reja është një këngë që ka dalë para një jave, që titullohet Përgjithmonë dhe që do e interpretoj sot me Bucin nga Kosova. Por para saj ishte Tiki, është një projekt në fakt ndërkombëtar që ne e quam, konkuruam në San Marino, për përfaqësu San Marino në Eurovision. E dolëm 6-tët. 6 është mirë? E po, dhe me thënë, okej, por... A kishtë qef të partë me dala, po? Jo, por për para nesh ishte dikush që asë këndon të fare, kështu që... Qka ndodhë? Interesant, qka ndodhë? O zotë se nuk doa të bëjmë polemiste Robert Keqen. Shumë keq është, kjo tonë ftofën edhe artistat mësë me shku me marë pjesë në për festivale, dhe me thonë e merë venin e parë dikush që... O Robert, ti si ndihesh me festivalet? A e ke ende dëshirën, apo? Unë e kum kalu shumë mirë dhe më kam prit mirë dhe ka qenë organizimi mirë në atë vit që boni Vera, e madhja Vera Grabocka me Alketën. Ka qenë organizimi mirë shumë edhe unë jëmë knaqë se shumica se kanë ditë që mere me muzikë, se kanë thonë kjo mësë është nej sigurimi i diskotekës, a ditë që nej bodyguardi dikujna, po me atë tatuja edhe s'kanë ditë, jëmë knaqë për veti, po. Po se di që kanë ndodhë, do me thonë edhe të në Kosovë edhe të ju në Shqipni, më duket që s'janë ferë. është, e mirë kuftoj edhe pjesën e tyre, sepse është dhe e vështirë. E vështirë. Edhe po të bësh një festival, mendoj, do kesh shumë... është e vështirë të krahasosh zhanre shumë të ndryshme me njëri tjetrin. Po, sigurisht pastaj... Shiko, ka një gjë, Robert, e mira për mendimin tim është që këto festivalet bëhen. E po. Veç kjo është më me rëndësi nga gjithë shka. Qitojnë kryesore, edhe me rëndësi është pjesëmarja. Unë e mora pjesë, këndova, ju pëlqeva foncave të me, qa bot aty më ndej. Unë veç një gjë do kisha ndryshu. Unë do kisha ashtu vetëm mundësin që artistët të vlerësoheshin financiarisht në një mënyrë të kënaqshme për pjesëmarrjen e tyre. Kaj, sepse ty pjesa e çmimeve është diçka që... Po, se kanë argjime zë mos femna të një argjime. Flokët me kapi fustani, do me thonë, adin kanë hargjime, që atu më jau hekë? Gjithkush, sepse ti do që të bësh një show të mirë, angazhohen artist, muzikant, kompozitor, performant, edhe më thënë ka shumë histori. Se shumica prej artistave nuk kanë biznese, kështu anash familjare, kështu si... Jo, është... Besa të i thonë, jo, i kom me valtar me keti, i kom edhe s'ka nevoja. Jo, na i kimi do 60 euro urnok. Jo, s'është ajo, Robert, s'ka. Ti e di shumë mirë që unë, në fakt, në muzikë them drejtën, mua momenti më i lumtur për mua në muzikë, është vetëm ai momenti që unë këndoj aty. Nuk ta shpjegoj dot. Çdo gjë tjetër, unë e bëj veç se duhet. Pra, klipi, luku, okej, shoh diçka të bukur, nice. Normal. Por unë, i vetëm moment që unë shkrihem dhe jam unë, është vetëm ai momenti që unë shkoj aty. Çdo gjë tjetër, po të kisha mund me e pagu dikënd, ose me e lut dikënd, me e marrë gjysmat e fitime, veç me bë pjesën tjetër. Po s'ki faj që ashtu është, asën kursi me në i brasë, kështu, du me thonë paret në fundin të mira, pagjesë është se e kena kry punën, po vetëm me ndëgju mirë, me qenë sound sistemi i mirë, me qenë, me kalu mirë, mos me pas problem, në fund, a i marim, as i marim, 5 pare si japë. Tjertë, hala pa janis, paret, si që ko marrë, paret, po. Po nuk kanë, shiko, nuk është faj, sepse të gjithë, ka dhe një gjë, unë do me thënë personalisht, kam pas fatin e mirë që ndoshta s'kam pasur për shkak të historikut dhe gjëra që nuk i kam realizu unë në vetë vete, por nuk është se kam pas probleme ekonomike në jetën time apo familjen time, por kjo nuk do të thotë që unë nga muzika, nga ajo që është puna ime dhe në një mënyrë është jeta ime, unë kam dëshirë që ajo të jetë diçka që lulëzon në mënyrë të më vetësishme dhe të pavarur. E vërtet. Kështu që lekët, Robert. Lekët, Muhabet, lekët.
Kënë një herë më ne t'i dha lekt, po. A shkojmë me tiki-tiki, a? Po. Qa do me thonë kjo tiki-tiki? Në fakt, tiki, ne fillestarisht është kriju nga ticket, nga bileta. Biletat. Por nga mënyra se si metaforikisht teksti i këngës, ajo që nënkuptonim ishte është një mënyrë jetese, është ai vibe që kemi ne mesdetarët, ballkanasit, që kemi atë zjarrin, atë pasionin. Po. Edhe kjo është, a e ke atë zjarrin, a e ke atë tikin, kjo ishte ideja. Only if you got the ticket, vetëm nëse ke Shkojmë me tikin. Besën, bendi robi plaket kur don vet, me këngën tiki-tiki-tiki. You can bring me all the diamonds, I'm not that kind of girl. You can search on every island, I'm not that kind of pearl. Ring, the time is up. Hide, let's dance non-stop. I'm gonna set all the rules tonight. I'm your sweet delight, only if you got the ticky, got the ticky, only if you got the ticky, got the ticky, only if you got the Tiki, nobody stands in my way. Tiki, yeah, tiki, oh, tiki, that is the way that I know. Yeah, I've told you already that you're not ready. No, na. I'm so sweet like a cherry, not ordinary. Na. Oh no, wait. Only if you got the tiki, got the tiki. Only if you got the tiki, got the tiki. Only if you got the Bravissimo! Bravo, bendi! Do me thonë një verzion pak ma ndryshe. O, çfarë bendi, Robert, këtu më ke javë për javë. Pash zotin. Pash zotin. Ish më sajtë ti po t'i dho këta se du m'indru. Po, jo, i kom qitë një punës. E qysh je Bes me muzikën e lehtë, me serenada këtu, a i din këto. Ajde, brem testo. Ben ma më të ore që të stancion. Ish dasht me ditë edhe pse, po kjo është e Shqipnis, kjo e vjetër serenatë, që mu i mi dhonë një la. Çfarë pianisti, çfarë pianisti. Ama jo, së është kjo kongë.
Aty tu morë... Dhe jesh mërzitur shumë. E, po, tu morë mu i noti, aty që qëlloj. Ja, nuk ka kjo kongë. Kjo është një tjetër, po mirë në dhere. Hajde kujdi se i bëna dy gabime, po. Në teksta? Diçka? Ska lidhje shumë kongë e mirë. Shumë. Kur shkova aty do është një tjetër. Edhe një është diçka shumë e mirë. Që i vogël, pse këtë? Këtë e kishe? Jo, njëjtë është edhe ajo Serenad, po e këndojnë shumë, qatë shpesh e këndojnë. Ajo... Jo. Jo, bërë, na që i knojmë ato në fillim? Jo. Jo, mërë në fillim. Cëllën kongë e nisim na në fillim? Bravo! Dashurova si të bukur, edhe në qështë ajo edhe... Po dhe po këshkova aty, thash hajtë, të ndraj pak, atin po e diti. Mas e dite, motori është i joti, tash na që... është për mystika, po. A vërtet? Që shgëzohen këta që i kanë pare. Po qa kemër drejsh? Edhe një pyetje nga Santiana. Hajde, Santiana. Para se me shkut ato pyetjet në... I kom të pyetje, po pret një, nëse ka I kemi premtu, s'kan shumë. edhe na nuk i ngusim musafirt, se shumica, sa i shumë shanë edhe kështu. Fillimin e kom pak, sa ato Barcelonetat i kom jo me spec, po që janon me së gjok, edhe me asi fafarona. Po, musafiri kur vjen, Po. s'ka shansa, vazhdojmë. Përveç bashkëpunimeve që i ki, që e pome dhe me Bucin, a ki qepën pas në i bashkëpunim me nëj artist tjetër të Kosovës, ose Që Kosovës? Ose edhe të Shqipënisë. Po, më pëlqen Dafina, më pëlqen Kresha, më pëlqen... Më fala, thash, diçka... Jo, se të prit bashkë adin edhe tretin kush kam pëthu, se Dafina, po, Kresha... Deda, më pëlqen shumë. Kush kish mujt diçka adin, po dhe se s'mujnë gjithë kush... Tu ja zote me kongo që me bashkë. Që mund është me bo? Sa për vizual, O, bravo. më pëlqen shumë. Edhe pse zhanër tjetër, po. Edhe me Zuzin kështë mujt me bo një, interesante. Zuzi ka e zërin, vokalin interesant. Shumë e ka interesant. Edhe me dojnë pak ma ndryshe, se me këta repistat, du më thonë, Kresha ka bo shumë bashkëpunime. Ti kështë mujt edhe me Rozin me bo një bashkëpunim, po kështu një biznes me hapë të në pishtu. Ma dresh nuk ka. Jarrok. Ashtu, Edhe një pyetje të letë, edhe para se me shku të ato pyetjet me... Pja bëj pak të ronë. Trompja, ona, hajde. Hajde, jepe. A menën që kemi dallime na Kosovë-Shqipni me muzikë? Me muzik. Pak e ronë. Jo, s'është. Mendoj se deri para pak vitesh, mendoj se në përgjithësi në art, flasim në kohët moderne, në vitet, po themi, në 20 vitet e fundit, ose 50 vitet e fundit, të Kosovës kanë qenë pak më fresh, më cool, kurse të Shqipërisë ka qenë ndoshta pak e mbartur ajo ide, trashëgimia e festivalit dhe ka pas pak më shumë poezi. Por kjo kohë Ka mbaru. Kjo kohë ka mbaru, mendoj se tani më ne jemi plotësisht në kuptimin, nuk po flas në kuptimin shpirtëror që jemi një popull, një kom, po e kam fjallën edhe në kuptimin e muzikës, mendoj se tani më ne jemi bërë një, nuk ka më dallime nësë... Artistat e Shqipënisë kënojnë në Kosovë edhe gjithkun ku ka Kosovar, edhe tonë ta ne kështu që si popull ma talent, ma dresh, përshëndese të artistë shumë të mrekullueshëm të Kosovës. Ata janë gjithë shqiptarisë, ishte Armendi Maidën. Që dora, a kjo tha, bravo për Santion, që tronë men. A une tash e kemi këtë rubrikën Santi me spec, hajde Santion. O, s'na gjeti, ha? Që është shumë e thjeshtë është kjo. Hajde. Rria ty ku je, si thuni kësaj, a keni lujtë kështu? Zarë. Po, do me thonë e silë rreth kësaj plastikës, edhe këtu e silë kështu. Hajde Santion, ku po kiqim? Jo, te bën, këto unë të bëj pyetje. Okej, mësuaj kur ta nis. Hajde, kena me të gjiru. Krytash, nuk jemi në Ramazan. Sile. Bravo, e vetë mja e që dite. Ma ta tjertë, kejti ku më reja ta musafir tjertë. A mos e në po drumë të një. I kemë shirë, po. Qëfar numëris në shqo pasisa? 19. 19 e kuqe.
që mund të Qashtë e qurra. ku zuma erë që kjo në 19 që. Ashtë të smershme? Po shkajën e me motor se. Kush është një person një jetën tënde që t'ka dëshpru ose që t'ka zhgënjy? A duhet me emër me mbiemër me adres shtëpie? Edhe numrin e kumës? Po plot që zhgënjejnë, sidomos shqiptarët, po. Po, shiko. Nuk mund ta konsideroj veten një njerëz që jam zhgënjur në mënyrë të posaçme apo të tmerrshme nga dikush konkret, por duke jetuar në këtë botë gjatë mjaftueshëm, domethënë kam dashuri për njerëzimin dhe për njerëzit në tërësi, por në veçanti mendoj se njerëzit mund të jenë zhgënjyes, kështu që kam një lloj mburoje, po themi, që Nuk të preken dhe që. domethënë nuk është se nuk e mendoj kurrë që dikush mund. Kështu. Tani emër mbi emër nuk e di pas emisionet të hap zarf. Okej. A keni një shërbim kështu ju ekstra? Hajde, ape sill prap. Po e sillun tash direkte. A mendova për një moment se do m'jepni të alkool, ama se nuk. Jo. Jo. Tash veç po lej nam. Sa e pas kam. 35 e zez. Ah, pyetje zeza e gjithë. Ditë zeza do Ditë vjen. zeza e dorë. Besa, kush është këngëtari ose këngëtarja shqiptare që të pëlqen mas shumëti dhe kush nuk të pëlqen hiç? Oh my god. Qysh ke pyetje edhe një santi? Kush është këngëtari ose këngëtarja që të pëlqen mas shumëti ose kush nuk të pëlqen hiç? Tash ju nuk më keni thënë çfarë më ndodh, po su përgjigja. Kur gjo? Nuk sa. Ja, më parë. Hiç sa. Jo, është ki me shtyshit motor deri në Kalimash, kështu, i pa e mezë. Besa, na të përpjezin Mësë kështu. shumëti. Ani hajt mas shumëti kush Jo, pëlqen. a mësë shumëti, më pëlqen Dua Lipa, po nuk e di, do me thënë, kjo është e vërteta. Si këngëtare, si artiste, si krejt. Po, si krejt. Po, pi pëlqen këtë botës edhe s'ka kush më jenu. A dikush që s'pëlqen, s'kisha mujt arsën e mu përgjigjme, shta. Po është problem, sepse di si është çështja, morë, ti e di shumë E, mirë. di unë për zotin kur s'përmeni emna. Është e tmerrshme. Ja, se Brez pas breza është ama i mend. definitivisht. Edhe Kështu që i kape motocikletën, nesu për Kalimash. për Kalimash. Tu e shty, tu e qela të Alfonsat. Falja e besat e qaj të bo. Nuk dashta me përmen emën, edhe largohën i filmë veç. A duhet me shti një prapë? Edhe një, e Po e veç shket, edhe një hajde. fundit e ki. Jo, besa në kasino po shkaj. Robert, për zotin, unë s'kam los në i herë. Po dha ti- Jo, nuk ka të keq, nuk gjykoj Nuk ka të keqe. Po që kam talent, Po me dhe- provo kam fatin. Po edhe kur shkon kazino ti nuk e bon këtë punë, se ato e veta e pojnë ata punëtorët. Peshe. Po, 5. Pesë shë kuqe, po. Për çka je pendu mas shumë të një? Që ku morë sonë të gjithë. Qëto? Qajnë të bërë. Qka ishit ju? Sa është shumë pyetje e bukur kjo. Jam penduar, a mund me thëmë shumë se një? Sa jam pendue... A e knu më parës ma herët, po. O Robert, Po tash ka me qenë më. A mund me thëmë shumë se një? Rëfeu, të thotë. Unë po të që me thëmë rëfeu, vajtë. Jepi motër. Atëhere, nuk tingëllon ndoshta shumë simpatike, por jam penduar për shanse që kam dhënë, që kanë qenë jo të vyera mjaftueshëm për jetën time, ose nëse do shikoja në mënyrë të ngushtë të mirën time. Jam penduar që s'kam bërë, me thënë, disa bot kuptime në muzikë për të publikuar dhe për të shkuar jashtë në këto evenimentet, aktivitetet e tjerë, ka qenë diçka që se kam bërë përpara. Ndoshta rrugtimi do kishte qenë edhe më i mirë. A i e knaqër me përgjigje, Santion? Shumë përgjigje. Ka për motorin shtyje të ashti? Po qona për shtyje motorin. Edhe ti? Edhe pak dhe shti me qajtë. Po. Po brone të ngu. E pa unë për ko, eftojmë edhe Bucin, pra eftojmë në skenë që me përformu kongën së bashku për gjithmonë. Ja, vetëm sonte për përformojnë.
pishmon s'du m'ju qitë pi punës. Te për të mirë. Bucimi se erdhe? Si u gjeta, e në mirë. Te për mirë jem, jena knaq me Besën. Po kom qef me të pytë qysh ka ardhë puna dhe të bashkëpunimi. A ke është... Realisht punat e bashkëpunimi ka ardhur shumë spontanisht. E kemi pas një demo kështu që unë ja kam prezentu Besës, edhe i ka pëlqy jashtë mase, edhe aty për aty ka ndodhë, dhe me thonë, i kemi kry qatë shpejt, ka shku shumë mirë gjithçka, sa që e kemi nuë Si dhe të filozofësh. Apo të bëjmë një brez, artishtojmë që ta e ndrojmë tonalitetin edhe me lonë gjatë një demo. Po, në nej duhet më rrjelë sa. O, të botë bajat me njerë. Shumë. Kështu që adhin hekri në zetë, so është në zetë, adhin duhet në rejë, thojnë. Ani, super. Kisha pos qef me bo me bendin tonë. Me shumë knajsi. A? Po. A kemi 2 mikrofona? Po, i kemi. Ajde ta provojmë për gjithmona, po? Po. Konga. Shkojmë. Fake e kje dhe shpirtin sa më dalin sa më shanë Gjdo minut pëndrën t'i grimin Ta zgati dorën e turej për vetë besimin Nëse pratia ka qmim besëm t'i epitën qmimin Abo nuk ka më lulli, s'ka dorada E pa mu kime me trata S'ka më Gucci, Fendi, Prada Asjata, dreka e darda Se ma mirë vetëm dhe pjavja E kur afsha më suvrafsha Nëse do pak do t'ma mendoje Do mendoje e do ma lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dhe mos me o pa Nëse vetëm pak do t'ma mendoje Do mendoje e do ma lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dhe mos me o pa Nëse vetëm pak do t'ma mendoje Do mendoje e do ma lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dhe mos me o pa Nëse vetëm pak do t'ma mendoje Do mendoje e do ma lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dhe mos me o pa Shkutimet tona vraj Gjithmon jetim do mbesfaj Du me të shah, s'po muj me t'na me të naro Të shumë i ftot janari Zemrës unë e ngroa zjari Du me t'pa, me t'put, me nejt, me ty o zot Hey, hey Pak do më lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dy mos me o pa Nëse me do pak do më mendoje Do mendoje hez do më lëndoje Ky ishte fati jon për gjithmon Në dy mos me o pa Bravo! Në më thonë tekstin e ke bo ketë komplet ti, a Besa e ka bo pjesën e Unë vetë? bashkëpunim me një artist Indrejt Dodi, që është tekstues tash edhe te Dafina Zeqiri, edhe bashkërisht ai ka nxjerr pjesën e refrenit, edhe Brigjit unë e kam nxjerr pjesën e rrëfturave. Super, qka të bo buci që tash përveç ti edhe menager i... Po, i bejtis, për momentin kena shumë projekte, jena fokusu ma shumë tash në bashkëpunime, edhe besoj ka më konë një vetë ka gjë interesant. Nice, suksese, e të prifte mora ty edhe krejt... E mos haro Robertin. Po, Gjësirë. na i kongë të mirë. A të në qëfare më kom qefone? A si kongë që janë pak si ma oriental, se i pëlqenj edhe rozit shoqës të...
A të cilosht ajo? Ama një oqë aty? Knam bilbili Po këndon sot veç për mua Me kënduve dhe shunua Shpirtin tim të mjerë Knam bilbili Po këndon sot veç për mua Me kënduve me shunua Shpirtin tim të mjerë Ata që shkojnë rozit si të shatin që është na një prim romive tona, veç edhe nëse na tuknu se Ronaldave që e bëj bendit këtën bil. A shkojmë me rubrikën e hepsit, kemi me aktru, kemi një pjesë, kanë më në bu do telefonata, edhe ta shofim se kush po na thirë, edhe qa kemi. A i keni po pikat e reja, të Sami Froshëri, do me thonë të shkolla Sami Froshër, pika ma e re e hepsit, e ka zbukuru atë pjesë, atë lokacion. E leti mo ajo të qafa, do me thonë, për bol, qa ka posë aty diçka, a e din? Ja, mu mos e Gjakovës, e ku më nëshme i ditë, rëzë, më nëshme i ditë, ose të jam do këtë ka qenë që aty. Plus, shumë pika në Shqipni, nuk po nalët hepsi edhe me atë dizajn e me atë interier të bukur. Bravo edhe falenderit që jemi neve. Kthemi pas pak me rubrikën Pulat e Robertit. Kjo është rubrika Pulat e Robertit nga hepsi. Hepsi gjithmonë përveç që ha pika gjdo dit, do më thonë këtë Kosovën, i na bjenë edhe do që si vathe, do noza, jo këtu e në kështu. Po shiko sa e mi që i ka salata, se unë nuk ka do salata e kanë zonë venën e parë. Fantastike. Për pjetëze, do më thonë, një më konë 3 salata, është kjo që. A të lezoj, santit porza, apo kujtë bebojmë? Qysh dush? Besa, ku ka jo? Santi, po të fton një kompani që merret me ngjyra për lyerje të mureve. Që të bëhesh imazh i saj. Pagesa është e majme. A dhe që do më thonë që e majme? Shumë. Për tojnë i kish po, majme kishë parë. Qka i thu? Lejnë, në të bënzia Në mi a bu reklame në na? Po dhe? Gjyra, va, me lyve. Pa tash, 100% në shë, po pagesa është e madhe, tash, se u me të prit. Allo, o sa deko vlo. Shky sa ti kina hen gjithmonë lidhe. Nale se na gjerime mos na... Këtë ljop, po pret kënë kodë gjerimeve, qysh po hen lidhes për kuptojnë. Që këta shkëtajnë të të tjirë. Allo, qeve që pak? Po këtu është Santi. Një kompani. Allo, përshëndetje. Të janë nalët. Po. A me lyone, më lërë, a me të reklamu në gjyra? Dyjat. Ani, se mu së vjenë marrë me punu. Me bikini. E bikini e të ly po dhe, në që kjo këthuj kushton. Jo, pagesa për të të është e majme. Sa është e majme? So pare? Pare! Që ti pare? Gjithë qysh, jo mërë mu së vjenë marrë me punu, po vda. U mëre? Lirak të ja. Lirak e ty mi thonë që të... Tor mu së venga. Liraki. Nalja fil. U pi gjohëm këtë qëto se s'pe di. Ajde unë e i bëj i treti, qëta shpja bojmë Besës. Besa, sa po ke arritur në pushimin e ëndrave me familje në një ishull të largët? A, një ishull dikon, ko ke largë. Po të thërasin në telefon nga Eurovisioni dhe po të thonë që të shkosh me njëherë në Bazel. Aty është zyrja, apo? Në zyrë... Më falni, e ke fjallën për zyrat qëndrore? Qëndrore të Eurovisionit. Se di ku është e bëuja, mendova se e kështë fjallën... E, po më duke se janë në Gjenev janë. Po thirin me njëherë në Gjenev në zyret e tyre për një befasi që e kam për ty. Që e mi njerë këta shumë shpetit, këta zvistrantin perfekt. Qka ju thuti, ti e den, e vogërësie, pare ti një, shkrim lezim të Alo? Ui? Do me thënë po? Francesht, sa ba? Ui, jo, në fet...
Me je peux venir. Me no. Oui. I them që mund të shkoj një ditë, se shiko, unë gjithsesi nuk shkoj larg. Nuk shkon larg, po këtu hanë në një ishull të larg. Po ti s'ka më ju keni detin e keni. Unë kam frikë me fluturu. Ti apo në avion me qenë? Në avion me qenë, kam frikë. Por në ditë. Që i mbaj veçillës tim. Qa ti them që? Hajde se një ditë po iki. Me pore, a e më thësia. Ashtë argjon? A ka pare, A thot që ka pare. 100% këta ka najfar ka potencial për pare. është profesioni jo, ti familja pretë, si shka një për 3 dit atje. Një dit. Një dit nomi zbot. Po, një dit pasa isha kësë. Po, thi. Me Rozin thi vi. Po. Vi me Rozin. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde, qao. Mos më harroni. Qao. Po, jo, kur është puna për muzikë, për profesion, të qysh, krejti lojmë na. Unë edhe me thonë, hisë si shashkun përshem. Ti pritë atë vazelit. A këta më gjenerë kërë kanë. Qka kom për mua, po ma lezu? Jo, që besa kom me lezu. Po, ti e ke. Robi, ke marrë një ftesë për të qenë pjesë e një filmi. Këta filmat. Po. Mirë po rol... Ke qeftë me marrë pjesë në film? Kom pas disa ftesa, edhe kom pas me lujt në pjesën e dytë të Ermal Mamaqit, edhe Elvana që ishte, unë kam qenaj në Zvicër, aj biznismeni, po nuk kisha mundësi, se kishin shumë udhëtime ata, e kisha emisionin, kështu që besojnë pjesën e tretë kom e shkume. Shumë mirë. Kom e lujt vend të Ermalin për qeske. Shiko, Robert, më vjen shumë keq që do ta bëj këtë pyetje. Po, se çfarë roli pas na? Mirë, po roli yt në film është pedofili i cili në fund përfundon prapa grillave. Do më thonë. Çfarë i thua? Zakonisht mund t'ilin për komedia edhe për kështu diçka dhe në aksion, po kjo ka... Alo? Në gjirime të emisionit, po s'ka problem në ashterës, e ki shkurt. Që film? Shpesh po marrë ftesa. Tash, në barët qysh e keni menu. Në grill. Shtu me pjek me burg. Se lot qa bëjnë ati? Jo ta o zemrën se e di, nashtat me qenë aktor me shkollë, me pas profesion aktrimin, ata pranojnë gjithë shka. Po one, hera parë edhe me lujtë që atë rëllë s'kisha pas qef. Jo, kom thmi edhe i du fort thmit edhe nuk kisha dit as me lujtë atë rëllë. Nashta kisha dit dhe dykën adin, se i kisha dhe do shuk. Po m'vjen keq, s'ka lidhje, sa do pare, hitë s'ka lidhje. Falinderit shumë, natën e mirë, t'hift më birë. S'po ta qoja, kësi oferta une. Ishte e rënd. Trujtë zoti, e t'prit e mora, e falinderit ke qenë shumë e mirë, besoj që herën tjetër, kur të fiton merën e parë në Eurovision. Faleminderit shumë, Robert, je fantastik, ju uroj shumë suksese, ke dhez dhe ke me dhez. Faleminderit shumë, edhe... Tisavjana, u gëzova shumë që takuam. Unë e kam edhe një dhuratë për ty, është pe Luxor Hotelit. Unë e pa më poshtë. Po. Ja, ku është? Luxor, a special gift for you, një dhuratë për mua. Po, e ke një qek aty mrena dhe shkon prap me Rozin me shku këtu. Po. Shiko, a complimentary mountain view room for 2. Një dhomë me pamje malesh për 2. Malesh. A mundet me shku që... Me njerë, mere motorin, mere... Rozi! Qo! Përshëndesin gjithë fansat e besës, ku do që janë edhe diasporën, neve diaspora na shikon, na përcjell kështu deri të shpia me kërë mropa na vinë. Po, edhe në shumë të mirë dhe na japin komplimente gjithmonë, kështu që ju duam shumë edhe shifemi të djelen tjetër. Ciao.